Këtë vit, rendimenti i prodhimeve në frutikultur në rajonin e Korçës ka qenë shumë i ulët në krahasim me një vit më parë. E gjithë kjo ka ardhur për shkak të kushteve të vështira atmosferike gjatë muajve qershor-korrik, si dhe në shtator. Në rrethana të tilla, më shumë se 70% e prodhimit të qershisë, kumbullës dhe së fundi dhe e mollës është dëmtuar. Fermeri agropërpunues në Dvoran, Jorgo Braholli, thotë se me një rendiment kaq të ulët të prodhimit të frutave, do të ketë dyfishim të çmimeve të mollës në tregun e shumicës. Rritje kjo që do të reflektojë edhe në tregun e pakicës. Me rënien e breshit do ngelen rreth 30% frutave. Kjo do sjellë dhe rritjen e çmimit pothuajse dyfish nga vitet e tjera. Aktualisht mollët po vilen për tregun lokal, ditor, që nga pema dhe shiten diku në 6 lekë të reja. Dhe frigoriferët akoma nuk kanë filluar që të mbledhen, se nuk do ketë edhe fruta për të mbledhur frigoriferët. Krejt ndryshe nga shumë fermerë të tjerë, Braholli prej 2 vitesh siguron në një kompani sigurimesh pjesën më të madhe të sipërfaqeve të mbjella me frutikultur për të shmangur në maksimum humbjet nga kushtet atmosferike. Breshri disa ditëve më parë, sipas burimeve zyrtare, ka dëmtuar më tepër se 50% të prodhimit të mollës në Devol, Korçë e Maliq. Fermerët që kanë humbur prodhimin kanë bërë me dije se në mungesë të ardhurave ekonomike e kanë të pamundur të sigurojnë sipërfaqet e mbjella, ndaj dhe kanë kërkuar ndihmën e Ministrisë së Linjës.